le të themi rreth konstituimit dhe zgjedhjes së kryetarit të kuvendit? Fatkeqësisht, si që thatë në hyrje, me gjas na pret një skenar i njëjtë, sidomos pas intervistës së brendshme të kryeministrit në detyrë, ndërsa unë besoj që është bë tepër pak dhe ishte dashur realisht që të gjendet një kompromis ndërmjet subjekteve politike, subjekteve të mëdha politike që janë përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës dhe te kalohet ky ngërç. Me intervistën e brendshme po ripërsëris që ndëgjoj me vëmendje për disi çka ka treja nga protagonisti kryesor në këtë rast nga zoti Kurti, me që ka fituar zgjedhjet, po që nuk ka lëvizje nga pozicioni, prandaj tash mbetemi besa mbetet edhe skena politike partive të opozitës së deri djeshme që realisht mbi bazën asaj se çka u thanë mbram të llogarisin se cili do të jetë skenari i ardhshëm. Pra kur tam cili skenari i ardhshëm është që dëshirojnë me të vërtetë ta konstruojnë kuvendin shpejt me këto kushte të cilat janë, pra me këtë akt vendim të gjykatës kushtetuese e cila në mënyrë eksplicite jep të drejtë pra partisë të parë që ta nominojë, në këtë rast i bën që ta zgjidhë në fakt kryetarin e kuvendit dhe në anën tjetër pastaj të ecëm me hapa përpara për konstituimin edhe ose themelimin e qeverisë, e cila tani dihet që ka një afat ligjor për 15 ditë ose të dakordohen dhe të shkojmë në zgjedhje sepse këtu s'kan mbetë shumë alternativa tjera. Pra, flasim pak për intervistën që dha mbrëm kryeministri Kurti një paraqitje rrallë të kohët e fundit pas përfundimit të zgjedhjeve të 9 shkurtit, ku e përmendë pra që kanë përmendur edhe eksponentë të tjerë televizave të vendosjes sa i përket zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Por edhe Kurti tha se i kanë, por fillimisht e kemi një deklarim të përparim grudës Partisë Demokratike, por që siç duket nuk ka pranuar të komentojë janë këto deklarime të zakonshme para nisjes së oncave konstitutive, pra e përmendë se ne do të kemi votat për qeverim, por jo edhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, gjithë të cilën e kanë thënë edhe zyrtarët të tjerë të Partisë në pushtet, por deri më tani kemi parë që nuk ka arritur më shumë se 57 vota, pra koalicioni fitues bashkë me pakisën jo serbe. Do të ishte lajmi mirë nëse do të kalohet ky ngërç dhe do të bëjë qeveria sepse fundja fundit qytetarët mendon të shkurt ka dalë në zgjedhje për të pra që ne të kemi institucione dhe institucionet ishtë dashur të bëhen pra kryesisht nga rezultati i atyre zgjedhjeve. Dhe rezultati i atyre zgjedhjeve ka qenë kogja i qartë se kush i ka fituar zgjedhjet. Prandaj si qytetari i këtij vendit do besoj që shumica e njerëzve dëshirojnë sa më parë të kenë institucionet. Pra mbi këtë bazë, pa ndonjë farë kalkulimi tjetër. Mirë po tash e thanë në mënyrë eksplicite mbrëm kryeministrin e detyrë që ose më mirë po i referohemi si lideri i vetëvendosjes sepse na cilësisht e mbram fakt në intervistë. Edhe kryeministrin e detyrë. Kishte dëshirë të thonë të vetët, mirë se në kryeministri i tha në fakt edhe gazetarët filloi me përmendje, ashtu nuk e di se kishte pak si më thon, po në këtë rast për neve do është më mirë se ti drejtohemi si lideri i subjektit pra vetëvendosjes sepse realisht është më ferm, më korrekt se këtë fazë përderisa nuk kemi konstituim të institucioneve të reja. Pas nuk dihet kush do të jetë në opozitë, kush në pushtet. Sakt, pikërisht të neve tani është vështirë. Prandaj unë besoj që ishte dashur dje tha pra që tani i kanë votat për qeverinë duke aluduar që janë diku rreth 60-61 tash me këto partitë minoritare ju serbe, nuk ishte e qartë tek qeveria në fakt kush do të lëviz sepse dim që ato 57 të sot plus 3 të nismës bëjnë 60, po jo 61 dhe është kjo një farë sigurie shumë e madhe cila mund ta shpije me në jetë gjatësi këtë qeverive të me 61 numra. Këtu pas janë tema që realisht do të diskutoheshin pas zgjidhjet si ngërçe. Për shkak se votimi i fshat që po insistohet nëse dikush të voton ta zëmë në votim të fshat prej partive të tjera, atëherë si mund të qeverisë ta zëmë në të ardhmen kur nuk i kiti votën një shumicë le të themi për t'i kaluar vendimet ose aspekte të rëndësishme që lidhen me punën e qeverisë. Unë kam pasur një përshtypje që rezultati i zgjedhjeve partitë sidomos nga PDK-ja, na edhe PDK-ja ka qenë në pozicion pak më të përshtatshëm se tjera, po parti tjera se LDK-ja, AK-ja, Bashkëmenismen, tash është edhe Panismen, nuk ka dalë në rezultate mirë për tu. Prandaj një ripërsëritje zgjedhjeve në një afat kohor të shkurt nuk do t'ju shkonte shumë për shtat, prandaj unë po besoj që edhe ky ka qenë një ndër argumentet kryesore që i ka dhënë gjithë hapësirë zotit Kurti për kryetarit e vetëvendosjes që realisht të bëj këto kalkulime, përndryshe sikur të kishte pasur një rrezik për një rezultate shumë ndryshëm të zgjedhjeve, unë besoj që të shkaloj ky hendek sepse ky hendek edhe mund të kalohet.
sepse, është e drejt tash kushtetuese për shkak që vendimi i gjykatës, pra thashë edhe në fillim ja ka dhënë këtë drejt, por mund ta ndrojë emrin. Kish mund ta ndrojë emrin dhe me kalu në një fazë tjetër. Pra këto është që po insistohet prej opozitës, nëse ta zëm nëse kurti, nëse thot ashtu se unë kam numrat për qeverinë, atëherë nuk të duhet që ta propozonte një kandidat tjetër për ta kaluar këtë hap, me që ka se edhe publikisht ka deklarata prej partive, pra që kanë qenë në opozitë legislaturën e kaluar, që thonë se ne do ta votojmë një kandidat tjetër nëse vendos të ndërrojë pra partia fituese. Pra është topi tek partia fituese për shkak se përgjegjësinë kryesore për formimin e institucioneve po thuhet se e kanë ata. Nëse i peshojmë të dyjat dhe peshorja është rezultati i 9 shkurtit, atëherë moralisht nuk është shumë e drejtë që t'i përzihet subjekti i 4 ose i 3, edhe i dyti kohëve të fundit, edhe i dyti ka thonë nuk i votoj në fakt. LDK-ja asnjë ka thonë se nuk e votoj. Ata asnjë, po PDK-ja ka thonë tashmë që gjithë ata që kanë qenë ministra, faktikisht i vjen që shumica figurave kryesore me na vetë vendosë, të cilat janë votueshëm, mos me pas të drejtën, mos zgjedh pra personi i dytë më i rëndësishëm në institucione, siç është pra kryeparlamentarë. Pra në këtë peshorën time, unë besoj që është e padrejtë me u përzi vetëvendosës me këtë rezultat zgjedhor. Kur kishte një rezultat më i balancuar dhe të kishim pas pra një balans të forcave politike, atëherë kishte qenë pak edhe çështja e morales. Prandaj në këtë rast unë besoj që nuk e bart këtë fajin asnjëna palë, por besoj që do t'i kishte bërë mirë partive opozitare, opozitës së deri djeshme, sidomos LDK-s, që në këtë fazë t'ja jap votat për të kaluar këtë fazë. Besun kam menduar që LDK-ja do t'i rri besnik atyre që i ka thonë fillim që ne as nuk bëjmë koalicion me këta as me ata, por ne do të rrim në opozicë se qytetarët na ka dhënë këto, po nuk ish dasht me blloku, po ish dasht me ecë sepse LDK si konvenon qeverisja e Kurtit që ta marr veten në opozitë dhe realisht zotin Kurtit eventualisht ta dobësoj me keq qeverisje ose mirë qeverisje, dhe jo me këto bllokada, se me këto bllokada nuk besoj që vetëvendosës mundet me marr votë LDK-ja. Sepse vetëvendosja nëse të shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, ka të luajë rolin e viktimës. Unë e fitova 42.3, ata mbetën 27-18 dhe nuk po më lejojnë me kriju institucionet kur bardhë ze është vendimi i gjykatës kushtetuese që mund ta kanë kryetari i kuvendit. Edhe fundja fund për çka bëhet gara. Ne do të mësohemi, tash nuk jemi në atë fazën e pas luftës kur është dasht lloj-lloj komponime është bashkë si truhet në stabilitet i vendit. Tashmë unë besoj që demokracia jonë është etabluar deri në atë fazë që të kuptohet ai që i fiton zgjedhjet i ban institucionet. Megjithatë ka qenë pjesë e marrëveshjes politike edhe zgjedhja e kryetarit të kuvendit nga partitë e kaluara në mungesë të numra, pra është dashur marrëveshje për koalicion. Pjesë e pazarë ka qenë edhe posti i kryetarit. Nëse kemi marrëveshje politike është diçka tjetër, por në këtë rast nuk kemi një marrëveshje politike, po kemi një subjekt politik i cili fare për pak nuk po arrin që ta kaloj këtë fazë, e që kjo fazë është realisht për të mirën e të gjithë aty në deputetëve, se këta po thamë partitë opozitare nuk kanë një alternativë të dytë. Që nëse nuk zgjedhet për shembull nga vetëvendosja, eventualisht ju kaloj mundësia partive tjera. Dhe duke pasur situatë pse ish dasht me blloku, sepse kjo bllokadë, në publik po del keq, po dalin gjitha keq, por prap kur kryhet kjo fazë dhe fillon nëse do të shpalleshin zgjedhjet e jashtëzakonshme. Dhe në qytetar fillon me qit gishtin kuk prap, nuk po besoj që e ka ndruar menën ai prap ti kthej subjektet të cilët i ka votuar kaq pak me këtë të fuqizoj. Nuk e besoj, nuk ka asnjë ingerencë që na çon këtu. Prandaj unë besoj që humbse dalin prap ata që kanë qenë të vogël, por mos më thonë që dalin edhe më humbse sa që janë sot. Por ka argumente që përdor edhe opozita që Albin Kurti po e mon peng për konstituimin e kuvendit për shkak të një emri, për shkak të insistimit, edhe pse i ka 48 deputetë të tjerë, disa prej të cilëve shtohet se nuk do të votojnë anëtarët që kanë qenë në kabinet dhe pra në